duhet jetë Europa Liga. Domethënë, nëse ne arrim të kvalifikohemi në Europa League, është një hap drejt progresit. Trajneri më i suksesshëm në futbollin kosovar, me titujt, po e tregon vetë veprat që ke bë. E ke arrit me dërgu ekipin në fazën eliminuese të Ligës së Konferencës. Titujt i ke fituar gjitha. Çka tash me ekipin e ditës? Cili është synimi i radhës apo ku do mundohet trajneri? Gjithmonë mundohem me bëu progres në karrierën time, po duke e llogaritur karrierën time, llogaritet edhe çuria e klubit ku punoj. Tani jam te drita dhe ne këtë vit banojmë një sukses historik. Dhe gjithmonë shohim progresi të jetë një hap më të tjerë. Për mua dhe besoj që edhe për futbollistët duke ja imponuar atë në trurin e tyre, duhet jetë Europa Liga. Domethënë, nëse ne arrim të kvalifikohemi në Europa League, është një hap drejt progresit. Nëse nuk arrim, të paktën unë mendoj që duhet jemi të kënaqur në fund, edhe nëse përsëritet të njëjti sukses, por nëse mendojmë që të rrim vetëm te suksesi i njëjtë, atëherë nuk mendojmë mirë dhe nuk jemi profesionist. Një sportist gjithmonë duhet jetë optimist dhe gjithmonë duhet kërkon më shumë nga vetja. Jam i bindur që ne mund të japim më tepër si stafi, drejtues, pashë dhe futbollistët dhe synimi jon kryesor do jetë Europa Liga dhe nuk është asgjë që nuk është arritshme, por duhet normal nëse kemi pas shumë sakrificë këtë vit se ka qenë risi për neve edhe për mua si trajner dhe për ekipën. Tani jemi me një eksperiencë pak më të madhe, e dim si duhet menaxhohet kur ke ndeshje çdo 3 ditë dhe besoj që do bëjmë progres në edicionin e ardhshëm 2026-27.